Të nderuar shikues të Veriu Sporti, drejt për së drejti nga stadiumi Arena Ignatia në Rogozhin, ku pas pak çase do të startojë kryesfida e javës së 11, e javës së 10 superiores në mes Ignatias, Vendase dhe Vllaznisë. Kam këtu pranë kolegun tim të nderuar, gazetarin dhe komendatorin e mëngjesit sportiv Kavajës, Fatmir Tita, që ndjek pres afërmi takimet e Ignatias. Fatmir, kryendeshje. Shumë më tepër se sa kaq do ta quaja, sepse për hir të së vërtetës Ignatia e ka treguar shumë drejtësisht veten në të gjitha sfidat me Vllaznin, edhe pse në fazën e parë është mundur 2-0 dhe duhet të thënë që Ignatia vinte nga një ngarkesë e madhe e ndeshjeve evropiane dhe ndoshta nuk pati momentin e saj më të mirë. Ndërsa sot është tjetër melodi, tjetër muzikë dhe shpresojmë të luhet një ndeshje shumë më e mirë se sa ajo e zhvilluar në Shkodër. Dhe mbi të gjitha të dominoj futbolli i vërtet, të dominoj fair play, të dominoj ajo kulturë sportive që i ka hije Shkodrës dhe Rogozhinës. Mos harrojmë, Ignatia është dopje kampione në 2 sezonet e fundit, është 2 herë fituese e kupës dhe 1 herë e Superkupës, në 3 vjet 5 tituj, që pak për të mos thënë as pak ekipet në Shqipëri i kanë arritur. Dhe të vish në nivele të tilla si Ignatia me këtë infrastrukturë moderne, me këtë mikpritje shembullore që i tregon të gjitha skuadrave të Shqipërisë, nuk është pak. Dhe kjo kulturë, kjo qytetari, ky sportivitet janë vërtet një shembull i mirë thuajse për të gjitha ekipet shqiptare. Të kthehemi tek ndeshja, ne ndoqim informacionet tek protokolli i përkatës, skuadrat janë në nxjerrje si për çfarë konstaton në 2 përbërjet e skuadrave. Ajo që konstatoj është trajnerët kanë përzgjedhur lojtarët më të mirë tyre, për fat të Ignatia rikthehet kapiteni Aleksi, që është një fuqi potenciale në motivimin e skuadrës në fushë, ndërsa te Ignatia ka edhe një veçori. E bën diferencën shumë edhe stori. Pra edhe kur Ignatia nuk e menaxhon mirë 45 minutën e parë, në të dytën fuqia, ritmi, presioni dhe ajo që i themi në terma sportiv gjëmon agresiviteti, rritën ndjeshëm sepse Stoli është i bollshëm me lojtarë që bëjnë pak diferencë me lojtarët kryesorë të formacionit. Të fisa luan vendi i parë, Vllaznia kryesuese, me vendin e dytë Ignatia që është kampioni në fuqi, një kryendeshje që duket që është si një finale parakoshme. Unë do doja që për Vllaznin kampionati të mbaronte sot, sepse e ka një pikë më shumë se gjithë të tjerat dhe të dilte kampione pas 20 e kusur vjetësh. Por kampionati është i gjatë. Janë lojë edhe 3 faza tjera, sot nis faza e dytë dhe për të menduar për kampion, unë mendoj se Vllaznia ndoshta nuk ka nevojë të mendoj për këtë, po ka nevojë të mendoj shumë për pjesën që i themi e curi të stabilizuar të rezultateve të saj, se shoh ndonjëherë te Vllaznia që sukseset nuk është se zgjasin shumë në javë, fiton 2 apo 3 ndeshje dhe barazon apo humbet një tjetër, pra i duhet një kozjatje më e madhe e ciklit të rezultateve pozitive që me këtë nivel sportiv që ka Vllaznia janë të gjitha shanset ta ruaj dhe ta përsos. Njësh X apo dysh? Unë nuk luaj baste, unë ajo që luaj është dëshira ime e madhe është luhet një futboll i mirë, të kënaqen sportdashtit dhe të fitoj gjithmonë më i miri. Ka dhe pak minuta për të nisur takimin, rreth 13 minuta, nuk shikoj stadiumin e mbushur. Orari është në fakt i tillë që njerëzit mund të sapo të kenë ardhur nga puna, por në Rogozhin çdo familje ka përfaqësuesit e vet, madje ka edhe shumë vajza dhe shumë gra, të cilat në stadium futen gratis. Kështu që madomenia me kalimin e minutave do të shohim shkallë më të mbushura. Isha me Fatmir Ficën, zërin simbol të mikrofonit shqiptar, autori i librit 100 vit futboll në Kavaj, i provuar pak ditë më parë. Faleminderit Fatmir. Suksese Vllaznisë tuaj, por ndërkohë urojmë që me 2 ekipe që vërtet në vitet e fundit po luajnë një futboll të mirë, të kemi një progres sportiv që të jetë si shembull edhe për skuadrat e tjera të kampionatit. Të nderuar shikues të Veriu Sport, kjo ishte lidhja e parë drejt për drejt nga stadiumi Ignatia i Rogozhinës dhe do të jemi sërish së bashku në pushimin e takimit dhe përsëri në fund për të përcjellë edhe ndryshimet e rezultateve apo edhe analizën e pjesës parë dhe pjesës së dytë dhe me shpresë të fitojmë më mirë, thuhet. Ashtu dëshirojmë sepse vërtet jemi të përmballuar, do ta quaja, për atë nivel sportiv që Superligës tonë jo se i mungon, por shfaqet në hop. Respekti, Fatmir.